Nëse jo për zgjidhjen të cilën po e presin të gjithë që 30 ditë. Takimi 15 majit në zyrin e presidencës do të mbahet mend për një pamje që të gjithë po e kërkojnë. Liderët e partive në një takim të përbashkët duke diskutuar zgjidhjen për kalimin e bllokadës në Kuvend. Kryetari i Vetëvendosjes Albin Kurti, Memli Krasniqi nga PDK, Lumir Abdigjiku nga LDK dhe Ramush Haradinaj nga AAK. Nga ora 13 do të jenë të ulur së bashku në takimin e thirrur nga presidentja Osmani. Këtë format për diskutimin për zhbllokimin e situatës për seancën konstituive e kanë konfirmuar nga presidenca. Takimin e dytë po me të njëjtin qëllim. Presidentja do ta ketë nga ora 15 me përfaqësuesit e partive nga komunitetet jo shumicë. Të gjitha partitë politike kanë konfirmuar pjesëmarrjen, por edhe kanë insistuar se nuk i ndryshojnë qëndrimet. Lëvizja Vetëvendosje insiston në Albulena Haxhiun, kryetare të Kuvendit. PDK kërkon kandidat tjetër ose qeveri të opozitës. LDK-ja mbetet me propozimin për qeveri nacionale të tranzicionit, ndërsa AAK-ja preferon qeverisjen nga ish bloku opozitar. Pikërisht duke pasur parasysh këto qëndrime, analisti politik Afrim Kasolli vlerëson se takimi nesër nuk do të prodhojë asnjë zgjidhje a rezultat pozitiv. Vetëm një instancë që do të mund ta ofronte një rekomandim apo një gjykim juridik në këtë drejtim është gjykata kushtetuese. Presidentja nuk ka kompetenca, nuk mund të ofrojë sepse kjo është krizë politike, është pasojë e mungesës së vullnetit të partive politike. Për takimin e nesërm, presidentja ka diskutuar edhe me shefin e zyrës së BE-s në Kosovë, Aivo Orav. Presidenca njofton se në takim post të tjerash u diskutua për situatën politike në vend dhe ambasadori Orav u informua për mbajtjen e takimit konsultativ me liderët e partive politike. 2 orë gjysmë para takimit në zyrin e presidencës nga ora 10:30. Partitë politike kanë rastin të tejkalojnë këtë situatë. Në seancën e 16 me radhë, konstituimin e Kuvendit, Lëvizja Vetëvendosje do ta kërkojë prapë përmes votimit të fshehtë, por me emrin e Albulena Haxhiut, e cila do të jetë prapë kandidate për kryetare të Kuvendit.